Ju përshëndes të nderuar teleshikues, dëgjojmë thuajse çdo ditë për dosje të SPAK-ut, hetime, procedime, arrestime zyrtare të larta apo antar të grupeve kriminale. Në fakt janë me qindra këto dosje e procedime, por dëgjojmë pak sekuestrime apo konfiskime asetesh, pasurish të luajtshme e të paluajtshme apo dhe llogari bankare. Ku janë rezultatet në hetimin pasuror të krimit e korrupsionit? Është kjo analiza që do të përpiqemi të bëjmë sot me dy të ftuarit tanë, juristin Romeo Kara, avokat, përshëndetje, mirë se erdhe. Dhe gazetarin Xhevair Xhabina. Xhevair, përshëndetje, mirë se erdhe. Po nis bisedën mbi të dhënat zyrtare të SPAK-ut, i shohim edhe në tabel që regjia do të na i mundsoj nga momenti në moment, janë në total rreth 45 milion euro të sekuestruara nga struktura e posaçme në vitin 2025, pasuritë të paluajtshme, apartamente, toka, ndërtesa 18 milion euro, biznese dhe aksione 10 milion euro, automjete dhe objekte luksi 4,5 milion, flukse financiare 12 presje 4 milion euro. Çfarë na thot shifra në vetvete, avokat? A janë pak apo shumë krahasuar me perceptimin që na krijohet nga mediat për punën e SPAK-ut? Besoj mungon e dhona se sa nga këto janë konfiskuar, se sekuestrimi është një shifër tjetër, dhe unë besoj konfiskimi do tjetë diku më pak se 5% e shifrës të sekuestrimit. Pra, në raport me sekuestrimin është një shifër shumë e ulët, kurse kjo shifër 45 milion euro, nuk do marrim tani sa kemi pas sekuestruar për para. Por si është gjendja reale, domethënë. Ne po flasim për miliarda, pra një fuqi e jashtëzakonshme e paras informale, po dhe të krimit bashkë, se prandaj është që kur bëhet informale është dhe e krimit, të cilat e bëjnë fare pa llogaritshëm të shifër, domethënë. Po të shohësh, ne kemi një tabiat shumë të dëmshëm dhe nga e kaluara, që fillojmë hetimin penal, për një çështje të caktuar, dhe pasi kalon disa muaj, mbas edhe vite, atëherë i hym edhe hetimit pasuror. Kjo është pjesa më e pakuptueshme, kur ne kemi marrë përvoja edhe nga Italia, që është më produktive, s'po flasim për Singaporin, pasi duke qenë që do aspirojmë për të familjen europiane, ata e nisin edhe pa çështje penale hetimin pasuror. Ndërkohë sikurse edhe thash është dhe tabela pra që na mundson. Dhe ata e kanë armën kryesore, kanë sekuestrimin, bile jo vetëm sekuestrimin, me tendencë edhe gjithkohë sekuestrimit përdoren të pasuri publike dhe japin një mesazh të qartë që ne do godasim motivin e këtij krimi. Se deri tani nuk kemi sekuestrime, po dhe konfiskime të cilat ta ke dëmtuar një organizatë caktuar kriminale. Përkundërzi, kemi hetime edhe për vepra penale në mënyrë të ngushtuar, jo të gjithë rrethit. Tani kur ai e përfshin gjithë familjen e tij, burra, gra, ngelin shtatzan, burra apo gratë, nuk ka rëndësi, e ka përfshirë vetë në vepra penale, nuk ka më kursim atje. Por na vjen keq për të, na vjen për atë, por ato miliarda që janë fonde krimi, realisht, dhe që po mbajnë peng fatin e gjithë shqiptarëve këtu, pra ne duhet godasim motivimin. Dhe italianë rrath parë mësuan që mbi të gjitha follow the money do të thotë ti heqësh qëllimin kryesor veprimtarisë kriminale. Kush është pjesa ekonomike, pjesa e pasurisë? Dhe ata janë bërë mjeshtra. Unë besoj që ne kemi nevojë jo vetëm për prokuror, po i bie thelbin pastaj diskutojmë detaj, jo vetëm për prokuror, të aftë për të punë, si që kanë italianët nga ana financiare, bankierët mirëfill. Ata e krijojnë shumë mirë hartën e qarkullimit paras. Por ne duhet kemi edhe gjyqtar të tillë. Nuk bëhet fjalë ne të kemi gjyqtar të këtij niveli. Dhe ka ndodhur që ne kemi arrestuar, ja kanë mbajtur në burg për një periudhë të gjatë, domethënë persona me miliona minimumi euro ose edhe qindra mbase, dhe janë liruar më pas. Kur bëhet e qartë, ti ke këto të ardhurat të likshme, po në fakt, nga përgjimet tona, nga mënyra si janë marrë informacionet,
ti nëse ke për shumë 100.000 euro të ardhur në muaj, në vit ti ke harxuar 5 milion. Tani ti duhet përgjigjesh ti. Nuk e kemi ne atë që thuhet italianët këtë kanë. Nuk e ngarkon prokurorin të gjej prova që kjo pasuri është e palishme. Ngarkon më shumë subjektin. I thot atij se po të shohësh gjithë prindit e tyre pleq, që edhe nga njerë nuk flasin dot, janë të aftë dhe psikikisht, edhe nga mosha, janë të suksesshëm biznese. S'më bërë mua, baba im për një mungesë diplome bëheshi me 3 universitete. Pra kishte bërë 2, ashtu pati problem, nuk mori vetëm diplomë, për një diplomë, do marrë edhe 3. Nëna mbarua shkollën jashtë, shkëlqyshëm. Nuk u bën prindit e mi biznesmen suksesshëm siç u bën këtyre, që janë o kriminal ose pushtetar. Dhe këtu pastaj shohim sa bukur lidhet krimi organizuar me korrupsionin. Pra duhet ja lëm në atij që është kapur me pasurinë pa falsifikuar. Ja lëm atij barën e provës e do shohim. Kemi kjo kërkon dhe vullnet, po kërkon dhe këto që them unë. Xhaveir, SPA ketoi gjithsej 871 procedime penale, nga të cilat 294 raste të reja dhe 577 të mbartura nga viti 2024. Numri i dosjeve në fakt është shumë i madh. Ç'mund të themi për shifrat e konfiskimeve në raport me numrat e dosjeve? Fakt, Ervin Spaku në raportin e tij ka pranuar vetë që në vitin 2025 ka pasur një ulje të vlerës së sekuestrimeve. Nëse në vitin 2024 kanë qenë diku tek 60-65 milion euro asete të sekuestruara, këtë vit kemi 45 milion euro asete të sekuestruara. Ndërsa kur vjen puna tek konfiskimet, shohim që sa i takon pasurive të krimit organizuar, vlera e konfiskimit është vetëm 1.9 milion euro. Çka do të thotë që nga gjithë kjo vlera e madhe prej, po them, 45 milionësh, apo ndoshta edhe më shumë, sepse konfiskimet mund të jenë procedime edhe të vitit 2024, kemi vetëm 1.9 milion euro konfiskime pasuri të krimit organizuar. A shumë e ullët kjo vlerë? Është shumë e ullët. 3.4%. Po vlera bëhet akoma më ullët kur vjen puna tek pasuritë e korrupsionit. Ne gjatë këtyre viteve kemi qenë dëshmitar të disa hetimeve të mëdha të nisura nga prokuroria e posaçme dhe disa prej tyre të konkluduara sa i takon hetimit të korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Nuk po flasim për korrupsionin e zyrtarëve të ullët edhe mesatar, por të zyrtarëve të lartë, kemi vetëm 100.000 euro të konfiskuara, ndërsa vlera e sekuestruar për këtë vepër penale, për korrupsionin, po them, e zyrtarëve të lartë, është 1.1 milion euro. Shifrat janë kokëforta, sepse ne mund të themi sa duash që Spaku ka bërë një punë të mirë dhe gjithë bijem dakord që është bërë një punë e mirë sa i takon po them hetimit, fillimit të hetimeve për zyrtarët e korruptuar dhe dërgimit tyre para gjykatës për veprat penale që ka të bëjnë me fushën e korrupsionit, por në këndvështrimin tim nuk e bërë asgjë nëse ti nuk godet pasurinë e tyre. Dhe vlera për 100.000 euro është shumë e vogël, për mos folur pastaj për sekuestrimin, që edhe kjo vlerë 1.1 milion euro është shumë e vogël, duke patur parasysh perceptimin, jo vetëm perceptimin, por edhe të dhënat të ndryshme që kanë organizatat të cilat masin nivelin e korrupsionit në Shqipëri, thonë që korrupsioni është në shifra galopante. Në këndvështrimin tim, me aq sa unë ndjek punën e prokurorisë së posaçme, por edhe në përgjithësi edhe prokuroritë e tjera, sepse duhet themi edhe diçka tjetër vin. Pjesë e hetimit të veprave penale të ndryshme të familjes së korrupsionit janë edhe prokuroritë e rrethave, por prokuroritë e rrethave nuk janë asgjë kundi në hetimin e kësaj çështje. Nuk po flas vetëm për shpërdorimin e detyrës apo shkeljen e barazisë tendera, të cilat janë pjesë e veprave penale që hetojnë prokuroritë me jurisdiksion të përgjithshëm, por edhe hetimet që i takojnë krimit organizuar. Kështu që në këndvështrimin tim, prokurorit në Shqipëri ka një problem shumë të madh me hetimin pasuror, se ajo që unë vëj re në dosje të ndryshme, është që hetimi pasuror në Shqipëri është i orientuar kryesisht drejt individit. Ndryshe, për shembull, sistemi amerikan është në këndvështrimin tim më i mirë sa i takon hetimit pasuror, sepse nuk ka fokus vetëm, po them, individin që akuzohet për korrupsion apo për krim të organizuar. Fokusi kryesor kur vjen puna tek hetimi pasuror kryesisht në SBA është tek pasuria.
Kurse në Shqipëri ndodhe kundërta. Ne themi që X zyrtar është shumë i korruptuar, shikoni çfarë ka bërë, skandal, mori kaq para këtu, mori ka një shtëpi atje. Ndërkohë kur vjen puna tek hetimi, pastaj ne shohim që prokuroria nuk arrin ta vërtetojë, sepse këtu gjithmonë zyrtari apo pjesëtari i krimit organizuar gjen një dokument diku, një deklaratë notariale për t'ia sjellë gjykatës dhe për të justifikuar pasurinë. Ndërsa në vendet të tjera të kryesisht perëndimor është i fokusuar tek pasuria. Ata i shkojnë në gjenezë se cila është origjina e kësaj pasurie, si është krijuar kjo pasuri, mbi ç'baza financimi është financuar. Ndërkohë që këtu kryesisht hetimi pasuror më duket si një hetim administrativ i bazuar në disa dokumenta dhe prokurori mjaftohet edhe gjyqtari mjaftohet që disa institucione të sjellin dokumenta zyrtare, po them hipoteka, tatimet, doganat, por hetimi nuk është vetëm ky. Hetimi është proaktiv, ka një përgjim, vendoset në përgjim, merren disa tabulate dhe ky është një hetim i mirëfill penal kur vjen puna te hetimi pasuror. Nuk mund të bazohesh vetëm në disa shkresa që ti kërkon nga disa institucione dhe në këndvështrimin tim ky është problemi i madh që kanë në këtë rast ne po flasim për SPAK-un, edhe SPAK-u e ka këtë problem, por kryesisht i gjithë prokurorive në Republikën e Shqipërisë, sepse ne fokusohemi tek SPAK-u për pjesë e luftës kundër pasurive të vendosura nga korrupsioni dhe krimi organizuar janë një sër institucionesh që ndoshta ne do kemi mundësi t'i prekim. Avokat, për të vjuar logjikën që la Xhevi, të ju pyes drejt për drejt, pse ka kaq vështirë SPAK-u të hetojë pra pasuritë e zyrtarëve të korruptuar? Unë mendoj që vetëm Shqipëri nuk është e vështirë, pasi de facto ne dim kush është situata, kush është pronari de facto apo real, edhe kush është prestanome. Po që është farfoli Arben Ametaj në lidhur me prestanomet dhe me këto, ne e kuptojmë. Këtu është një vullnet. A ka njerëzit qoftë dhe një prokurori vetëm, megjithatë unë mendoj që ka një formë tjetër hetimi pasuror. Nuk bëhet më me një prokuror dhe me një apo dy OPG. Kur ka këtë bësh me një organizatë madhe kriminale dhe e goditet e pare. Nëse ne do të merremi me një vend si Shqipëria, ku perceptimi, pra po të pyesësh deputet, me to që kemi në kontakte, figurat larta partije politike, jashtë kamerave, e pranojnë që në çdo hap ka korrupsion. E pranojnë që dhe vetë janë aty, po s'kan çfarë bëjnë, shohin gjëra të keqe më të vogël. Pra perceptimi është ne mund të çmendim edhe ato parashikimin, ta kalojmë 100% bile. Kuptimi që jam kaq i mllefosur unë nga ky realitet sa nuk arritet të shoh edhe ku nuk ka. Unë nuk besoj se ka në një vend të jetë shqiptar pa korruptuar, duke pasur parasysh që vetë frika është element korrupsioni. Pra, këta janë një vetë censuri pjesë e madhe. Formën si e kanë zgjedhur italianët, edhe Singapori është që i kanë dhënë një garanci të madhe prokurorisë. Ne pam debatin e fundit, i ve Rama kufirin ke thana, SPAK. Djenin time ka pas njerëz aty që kanë qenë me dhimbje koke, me ilaçe, njerëz janë ata, me tension apo me zemër, e kanë thonë ti bëjmë naftën ta lëm fare të punë. Pra ju po thoni që polinit kuptonin që kanë frikë dhe nuk i shtyn hetimet përpara. Disa kanë frikë, disa mund të jenë peng. Disa janë në presion. Nuk e përballojnë ato. Kjo punë është mision. Nuk është thjesht një punë që unë po bëj atë dhe po ti do jeton me këtë punë, do jetosh 24 orë 24. Pra do ruash dhe veten. Qoftë nga kompromitimi, po qoftë edhe nga siguria. Këtu lajmërojnë njerëzit i do para se të kapen. Dhe kapen zarat e tyre, dënojnë në mënyrë simbolike, tani ne themi kanë shkelur barazin tendera. Po të shosh, kapen për 1-2 tendera, nuk i hynë gjithë tenderave që kanë pasë. Në qoftë se një ndërmarrje ka pasur fonde investime me 100 milion euro, është e sigurt që 30-40% kanë vajnë në xhepat e usallarëve, minimumi. Se duke ngritur dhe ndërmarrje që ka konflikt interesi, këta maksimalizojnë mbjedhjen. Dënohet për një tender e i dhe shkon 2-3 vjet, 5 vjet, po kush nuk e bën të sakrificë? Shqiptarët kanë shku
nga 3 vjetë ushtarë Sazan. Edhe uji shkonte me anije një në 2 javë, se mbaj më mirë. Me qisten? Po, me qisten. Pra, kush nuk e pranon një sakrifisë tillë? Ne jemi budallënj që i bijem kësaj të drejtës e tjera. Se nuk duhem që fati fëmijëve tanë varet nga ca rrugaç që s'kan lidhje me karakterin njerëzor, që mund të kenë një luks, po ngelet ai llumit që na emëron dhe deputete, na ka përveshje ministrat e tjerë. Ne kërkojmë që ky vend të ketë lloj dinjiteti. Jetë pa dinjitet është e kot, domethënë. Edhe kushtetutat, për shembull kushtetutat gjermane, gjë e parë që mbron dinjitetin e njeriu. Pra, për dinjitetin s'ka kuptim jeta, pa dinjitet s'ka kuptim jeta. Unë mendoj që këtu duhet merret një vendim. Do merren këto me këta puna apo ja. Edhe do të nisin pasinë e parave që nga familja ime, që po flas këtu, po ta nisin nga presidenti, nga kryeministri, pastaj zbresin poshtë. Por ku a kupi kryeministri jonë? Me çka kartash? Se që ka ministra që kam bite që them unë, me ato kartat e offshore-ve tjetër. Përse parat shqiptare, të publike shqiptare, lëvrojnë me offshore, dhe shkelet transparenca. Dhe ne kemi thonë, bile vendet e forta, nuk e lejojnë offshore-in asë në biznesin privat, që mos ketë vend për kriminalitet, për terrorizëm, e ku ta diun pasim parash e tjerë. Ti këtu i jep financimet publike, projekte mëdha publike me offshore. 100% ka, jo vetëm konflikt interesi. Pasim parash, janë vetë këta. 1000%, jo 100%. Përdorimi offshore-ve, trasteve. Trasti është, ke aktin për trastin, është në 4 shtetet Amerikës, që nga Delaware e tjerë, i cili përdoret, mund të dini ju në emrin tim, si kur është pasuria juaj, që mund të fshihem nga kjo punë, mund të ketë 99% arsye kriminale, një arsye mund të jetë thjesht për arsye sigurie të jetës, përdoret kjo arsye. Po kemi banka offshore, po kemi prona që blien në emër të kompanive offshore. Pra, ti momenti që e merr atë tjetrin në investigim dhe mban minimumi 6 muaj ose 1 vit, ai ka titërsuar pasurinë. Bile mund të fillosh hetimin pasuror pa filluar hetimin penal, dhe s'ke nevojë. Ai është vetë hetim penal. Kush është motivi që i bëjnë to njerëzit, që shkenin ligjin, hyn në administratë, rrezikojnë për burg? Motivi është pasuria. Dhe këta kanë dhënë një lloj shembulli frymëzues për këta. Ne ju kapim, ju arrestojmë, bëjmë shumë zhurmë, bëni 2-3 vjet burg, dilni me atë 2-3-tat, ose se bëni fare, dhe në fund fare ju i gëzoni ato para. Edhe pastaj rehabilitohen mas 5 vjetësh apo 7 vjetësh apo 10 vjetësh, edhe bëhen edhe më krenar, se thonë edhe më të zgjuar, bëhen edhe më paprekshëm. Unë për këtë arsye mendoj që këtu ka nevojë për një vullnet. Do ta lëmë të pavarur këtë strukturë dhe ta bëjmë si strukturë. Kemi vende të tjera që ka juristë që rinë kot, çfarë do bëjnë? Se s'do njëri që të punoj. Që të flasë juristi drejtën apo avokatit drejtën. Ti marrim, ta shtojmë këtë trup. Atë që thotë Xhevi, prokurorit e rrethave sa nuansin që ka një krim të organizuar tu, tak mos kompetencë, deklarim, direkt për shpak. Për shpak. Edhe ata aty është bërë mali këtu, në një kohë që hetimi pasuror ka shumë letra. Edhe para, duhen parë bankat. Pas i petron bankat, po si paguajnë ta këto? Bankat e di mirë, sa kolateral ka tjetri për të marrë një, e blen shtëpinë 4-500.000 euro. Po ku i gjetë 20% që ti? 100.000 euro, 80.000 euro, 100.000 euro që pagun atje para se të pash kredin. Edhe ca arzoale tjera. Edhe ti punon ka ti në punë me 1 milion e ca lekë muaj dhe pagua edhe paguan për 2-3 vjetë. Kush ja këto? Ndërkohë që ti ja kërcet aty operacioneve që përmendëm tje par dje këtu. Ndërkohë që bën dhe udhëtimi jashtë shtetit, gjitha këto duhen parë. Pra, një rast që është për qesh, i kanë qëndruar mbi 6 muaj italian, ke dera e pizzerisë tjetër. Edhe ja kishin fut dhe një atje në punë, prodhonte fatura ai. I tha, ku i ke këto? I pastroi parat ai. Pra, kosta e faturave që është taksa dhe kaq u pastruan. Da kemi 6 muaj dhe kanë hyrë kaq klient, ke bërë de facto këta. Sa makinat kanë hyrë, kanë dhënë furnizim, po ta marr shembull me ujë, me brum, me këto, me rezervate, me pije. Ai 1-2 makina që fut gjithsej, dhe ashtu s'kishe pas. Pra,
e fakton që ai po pastron para atje, dhe nuk ke nevojë, ja lë atij barën e provës. Këtë ka bërë Italia, e ka pranuar Europa këtë punë, ne duhet ta marrim dhe italianët kanë sekuestruar me 10 miliarda dhe për më tepër këtyre gangsterëve që vinë dhe ju kërcënojnë dhe juve këtu e tjerë, ju marrin pasurinë, ja u bëjnë edhe stallë derrash për treguar që kemi fuqinë, se këta ai tjetër nga burgu thoshte mos ma shkeni lagunën se të shkoj gjatë. Do marr parasysh faktin që kemi edhe në ligjin antimafia. Tu duhet. Ky është një problem që ta mbaroi Romeo, po e prek pak ligjin antimafia. Unë shoh, këtu duhet kjo politikë që unë gëzoj për çmimin më të madh për të politikë. Më të poshtë, më të qelbur nuk e gjen, kjo politikë duhet të heqë duart nga organet e drejtësisë. Ata atje, pse? Ai mund të jetë prokuror. Po ai ka vlla, ka motër, ka kunetër, të gjithë e pushon nga puna ti. Edhe dorëzor. Po fara ju vjen edhe një valixhe, se dikur e merrshin me tufa, po u bë pisliku spak, do të bi me minimumi me çantë, mos them me valixhe. Edhe kështu është kjo punë. Që vullneti nga lart. Singapori e ka atje luftën kundër korrupsionit, mban përgjegjësi kryeministri. Ai nuk e lejon as administrat. Pra ka tërkohën mënyrë aktive non-stop, ka veting, si me thëmë, tërkohën, dhe nuk e lejon, ka frymë tjetër. Megjithatë, Xhevair, përpara se të konkludosh, mund të thënë diçka, për sa tha avokati që një prokuror i Spakut e ka pagesën mujore 6.000 euro, mos vallë edhe kjo është duhet të jetë një lloj nxitje për të shtruar edhe për të bërë punën e tij, pavarësisht presioneve. Po sigurisht që prandaj është edhe ky nivel pagash në prokurorinë e posaçme dhe në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, me idenë që prokurorët mos kenë këto sikletet të cilat kanë qytetarët e zakonshëm për të mbyllur faturat e muajit. Kështu që prandaj ky është qëllimi i këtyre pagesave, por nga ana tjetër se ne po diskutojmë për prokurorinë e posaçme për shkak se ajo ka një farë rezultati në luftën kundër parave të pista, sepse ne nuk kemi institucion tjetër ku të bazojmë këtë lloj diskutimi dhe që të na ofrojë disa shifra se çfarë është bërë me këtë. Por e vërteta është që pjesë e kësaj lufte shumë të madhe duhet të jenë dhe një sër institucionesh tjera. Policia e shtetit, kadastra, tatime, doganat, që kanë edhe ato strukturat e veta hetimore sa i takon këtyre lloj palishmërive, vetë bankat e nivelit 2, cilat duhet të ngrejnë alarme kur shohin shërbim informativ, duhet të ngrejnë alarme kur identifikojnë të dhëna të tilla, por ne kemi parë që edhe nga komunikimi që ka pasur ish drejtuesi i prokurisë së posaçme Zoti Dumani ka thënë që niveli bashkëpunimit i këtyre institucioneve është shumë e dobët. Kështu që duam ne, Spaku ka ngelur, po themi, vetëm institucion që ka një lloj produkti në këtë luftë, por duke u bazuar tek shifrat, atëherë janë shumë pak krahasuar me perceptimin dhe raportet të ndryshme ndërkombëtare që masin nivelin e korrupsionit dhe të krimit organizuar në Shqipëri. Megjithatë, ndjes që po ndërpres, se po përmend shifrat, po të kemi parasysh periudhën kur nuk ishte ngritur Spaku, pra ka qenë dikur Prokuroria e Krimeve të Rënda. Po të bëjmë një bilans, një raport, a ka rezultatet arritshme puna e Spakut në krahasim me kohën? Ka pas një vit që vetëm 30.000 euro ishin sekuestruar. Ka përmirësim të dukshëm, nuk krahasohet fare, domethënë, besoj shifrat janë si nata me ditën krahasuar, po them me ato vite, por duhet jemi edhe po them të ndërgjegjshëm mbi atë çfarë po ndodh tani që krimi organizuar në Shqipëri është në nivele që cilat fitojnë 100 miliona euro muaj një organizatë. Nuk e kemi parë më parë, ndoshta ka qenë në nivele të tilla, por dosjet të ndryshme të prokurisë së posaçme na kanë treguar që krimi organizuar shqiptar trafikonte sasi kokaine në vlerën e 400 apo 500 milionë eurove. Ka trafikuar në një rast një grup i strukturuar kriminal 27 ton kokainë nga Amerika Latine drejt e Europës. Kështu që po flasim për edhe komunikimet në Sky tregojnë që parat vinin në Shqipëri kesh edhe Spaku e ka të identifikuar se ku pastrohen këto para, sepse e ka përmendur në raportet e tij dhe industria kryesore ku pastrohen është ajo e ndërtimit. Dhe kjo ka një lloj nonsensi që ti e ke të identifikuar
se ku pastrohen parate kryesisht të krimit organizuar dhe korrupsionit, por shohim që ku vjen puna te konfiskimi i këtyre aseteve kryesisht në real estate, nuk ke ndonjë lloj produkti, as prokuria e posaçme, kështu që po unë doja të prekja pak ligjin antimafia, i cili është një ndër ligjet, po them, kryesore mbi të cilët bazohet puna në një hetim pasuror në Shqipëri dhe është nga ato ligje që barrën e provës ja vendos personit të hetuar. Duhet të jetë ai që ta justifikojë para prokurisë, sepse kjo është një pasuri e cila nuk ka ardhur si produkt i veprave penale. Por ajo që shohim nga dhënat zyrtare, të cilat unë i kam kërkuar me një kërkesë për informacion, shohim që ligji antimafia nuk është ndër të preferuarit e prokurisë së posaçme kur vjen puna tek bllokimi i aseteve të krimit organizuar. Krimit organizuar kryesisht. Shohim që aty aplikohet kodi i procedurës penale. Për shkak të kujt vjen kjo? Shohim që aplikohet në mas këto 5 vitet e fundit, po them për periudhën kohore që ishte efektiv, është përdorur ligji i famshëm OFL, operacioni Forca e Ligjit, dhe nga këto dhënat të cilat unë kam pasur mundësi që ti trajtoj në emisionin që kemi këtu në MCN, shohim që po ti heqësh prokurisë posaçme operacionin Forca e Ligjit, sekuestrimet dhe konfiskimet që janë bërë nga ky ligj, shohim që prokuria e posaçme do të ishte kurkund pa këtë ndihmë që i ka dhënë ky operacion, pasi shohim që është shumë i aplikueshëm gjatë asaj kohe që ishte efektiv. Biles për disa vite me radhë janë konfiskuar shumë asete të krimit organizuar me këtë ligj, por jo po flas për asetet të cilat janë kryesisht në real estate apo në pasuri të luajshme siç janë automjetet, sepse shohim që nuk ka sekuestrime sa i takon llogarive bankare, pasi gjithë e dim krimi organizuar nuk është se i lëviz parat kryesisht nëpërmjet llogarive bankare. Kështu që ky është një nonsens i madh që përse ligji antimafia nuk është kaq shumë i aplikueshëm nga prokuria e posaçme. Një gjë tjetër që vije të re në dhënat zyrtare që vetë prokuria ka publikuar është që kemi ulje të procedimeve sa i takon hetimit pasuror nga viti në vit, qoftë në nivel sekuestrimesh, qoftë në nivel konfiskimesh, që vitin që ne mbyllëm, domethënë në 2025, ka pasur në mos gaboj vetëm 8 vendime për konfiskim nga ana e gjykatave të posaçme, edhe 8 ose 12 kanë qenë sekuestrime. Kjo tregon që ka një lloj ngecje sa i takon tek hetimi pasuror, i cili mund vi për disa arsye, qoftë për mos bashkëpunim mes institucioneve, por në këndvështrimin tim, një prokuror mund të nisi hetime kryesisht sa i takon hetimit pasuror, pasi media shkruan pa fund për korrupsionin, për krimin organizuar dhe investimet që bën kryesisht në Tiranë apo në Bregdet, dhe aty ku prokuria thotë që pastrohen parat në ndërtim. Kështu që mund t'i niste edhe kryesisht këto hetime, por shohim që nuk ka një lloj shtytje të këtyre lloj hetimeve dhe ky mund të jetë edhe një problem i vetë prokurisë edhe duke përfshirë më pas edhe gjithë sistemi, pasi dukshëm askush nuk e ka shef hetimin pasuror në këtë vend, as vetë prokuria e posaçme. Mirë, të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish. Jemi rikthyer sërish në studio. Avokat, sa është e vërtetë që ka mungesë ekspertësh financiar brenda strukturës posaçme, gjë që e pengon pra këtë komponent? Po mendoj që ka mungesë, domethënë ata në mënyrë tani mund të marrin edhe nga tuajt në një konsult, asistencë, por që të jenë bankier, të njohin mirë offshore-et, si funksionon. Unë besoj që nuk i kemi ato kapacitetet dhe për më tepër nuk është halli, struktura ka më shumë se sa ka gjykata. Edhe kur paraqesin diçka në gjykata se kupton dot, luajnë me akt ekspertimet që marrin nga jashtë. Ata e më avëri me boje. Madje këtu u po fos edhe një pyetje tjetër, a troket spaku në dyert e bankave për informacion mbi llogaritë apo transaksionet e subjekteve që kanë? Po t'jap.
me ata që unë kam punuar në Mini, në mënyrë sigur, policia shkon nëpër banka, e fut në prizë, jenë 2 javë, jenë muaj dhe merr gjithë dhënat. Tu kemi pasur drejtues të asaj task forces për hetimin financiar, që ka qenë shumë kohë, nuk e di vazhdon tani apo jo, nën Ministrinë e Financave, kanë pranuar komisionet hetimore parlamentare, që ka kaluar një shumë e madhe, disa milion euro, ka disa pragje që ngrehet alarmi atje, po ne e kaluam, thashtë toleruar shkaluar, e quajnë si shkelje, si shpërndajmë detyrën. Në fakt, ajo është pjesa e mafiozlikut direkt. Pastaj kemi nëpër banka, sipas informacioneve, bankat caktuara, po mund të jenë bërë njerëz i bërë Ahmet tani, janë pastruar 85 milion euro për gjysmore. Pra, ne i kemi këta. Edhe po të shohësh, ta që janë nëpër disa banka të veçanta, që janë nëpër borxhet e tyre, këta i ke rreth e rrotull pilafit korupcionit madh, të tyre aferave që përfliten e tjere. Pra pa banka nuk ndodh kjo punë. Dhe vetë kredit, e dhëna në mënyrë pasifikueshme, janë një pjesë e zinxhirit pastrimit parave. Pastaj ka dhe forma tjera që ku hyn ke hetimi proaktiv dhe njerëzit duhet të fluturojnë, inkognito, paraja dhe krimi fluturojnë më shpejt se struktura shtet, duhet kemi struktura fluide të cilat kenë aftësinë e shpejtësisë sa ai krimit, po në krahun tjetër të vlerës, pra të jenë pozitiv, dhe në moment caktuar të jenë dhe më përpara se ai. Ne nuk i kemi këto. Por, thash, prap, prokuroria është disa hapa përpara gjykatës. Gjykata nuk i ka fare. Unë mendoj, në lidhje me tendrat, duhet të punojnë dorë për dore, edhe të marrin të rinj, që kanë qenë specialisti, kanë njohur, jo kanë ardhur prokurorët direkt. Ai gjithë jetën nga pozicioni i prokurorit dhe gjykatësit nuk ka për të njohur ato. Marrin minimumin nga kontrolli i shtetit. Edhe deklarim pasurie. Edhe ta nisim nga koka. Unë në 96 jam ngarkuar me detyrë në kontrollin e shtetit, kur isha atje inspektor, kontrollin e lartë shtetit, për deklarimin e pasurive gjithë Shqipërinë. I kërkova kryetarit kohës, e filloi këtë punë duke deklaruar presidenti kohës. Nuk përtoj, presidenti kohës deklaroi pasurinë o $3.000, mbaj mend o 3 milion lekë vjetra. Atëherë ja nisa. Hajde ta kalon të njëri atë pragun që deklaroi atëherë Berisha. Dhe e nisa me gjykatën dhe prokurorinë. Kur ika, lash një 800 paqe dosje atje, vetëm forma e mosdeklarimit mirë, në atë kohë rrogat në përbashkisë do mos thoj, ishin nga 70.000 lekë, ne merrnim një rrogë më të lartë, 150.000 lekë vjetra, ishin 250.000 lekë gjobën, për mosdeklarimi si duhet. Filluam të aplikonim ne. Pra këtu do dhe vullnet. Edhe ta nisim nga koka. Unë mendoj çdo gjë duhet nisim nga koka. Ka kokë çdo gjë, nuk është kështu kaq thjesht. Xhaveir, në fakt, procedurat e gjata gjyqësore që zbejnë efektin e sekuestrimeve janë një tjetër faktor që përmenden si një prefrenues kryesor të hetimit pasuror. A qëndron kjo? Sigurisht që proceset gjyqësore në Shqipëri zgjasin shumë, sa i takon, po them kryesisht gjykatat që kanë jurisdiksion të përgjithshëm, por kur vjen puna tek gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, procedurat janë pak më të shpejta, ndoshta kjo edhe për shkak të ritmit të hetimit që ndjek prokuroria e posaçme, por në kundërshtrimin tim po mund të jenë në shumicën e rasteve në rrethe, po them gjykatat dhe prokurorit zakonisht zvarrisin hetimin dhe më pas gjykimin, çka e bën më pas të pavlerë edhe gjithë atë hetim që bëhet nga prokurorit. Kështu që, por kjo nuk mendoj që është një justifikim, nuk qëndron si justifikim në këndvështrimin tim, për shkak se kur vjen puna tek hetimi pasuror nuk kemi vetëm gjykatat, pavarësisht se edhe kur bëhet një hetim nga policia apo edhe nga tatimet sërish në gjykat do të shkosh, unë e kuptoj këtë gjë, por nëse do t'ishte një hetim që do t'ishte gjithë përfshirës dhe do t'kishte prova të pakundërshtueshme, atëherë mendoj që do t'ishte edhe një gjykim më efektiv, më i shpejt dhe më i lehtë për gjithë, por kur asnjë nga institucionet nuk e merr seriozisht hetimin pasuror, nuk po flas tani për tatimet apo po flas edhe tek kur vjen puna tek prokuroria e posaçme, sepse në kaq
para të pisët që qarkullon në Shqipëri, sigurisht që niveli sekuestrimeve në vlerë miliona euro duhet ishte të paktën ai sekuestrimeve duhet ishte pak, jo pak, po duhet ishte shumë i madh, sepse vetësh Ishte disa miljard, minimumi disa prokuroria e miljard. posaçme është ajo që na sjell neve njoftime që një X trafikanti kokaine ju sekuestruan 10 apo 15 apartamente. Pikërisht tu, mund të themi se ka shumë pak raste ku Spaku ka ndjekur zinxhirin e plot financiar deri tek burimi i pasurisë? Unë e thash kush është problemi i prokurisë posaçme. Prokuria e posaçme bazohet tek individi. Në këtë moment që po flasim, më duket sikur hetimi është i fokusuar tek individi për ta pompuar sa më shumë atë në media dhe për të krijuar idenë që ne kemi goditur korrupsionin dhe krimin e organizuar, por të gjithë e dim se çfarë ndodh më pas me hetimin pasuror, ku media humbet interesin për shkak se ka zhvillime të tjera, askush nuk ka kohë fizike për të shkuar më pas se çfarë ndodhi me këtë hetim pasuror, dhe vëmendja e medias rikthehet her pas here kur vjen puna tek që ka një raport të tillë siç është ky i prokurisë së posaçme, apo ku është duke kryer ndonjë investigim që ka në fokus pastrimin e parave. Por dua të them që pastrimi i parave në këtë vend tashmë nuk ka vetëm vëmendjen e medias në Shqipëri. Ne kemi parë që një sër mediash ndërkombëtare janë të interesuara mbi modelin ekonomik që ka Shqipëria tani dhe ku është i bazuar ky model ekonomik. Rasti ishte sërish AI3, por ka pasur dhe media të tjera ndërkombëtare që kanë qenë në Shqipëri dhe kanë shkruar mbi modelin ton ekonomik dhe si financohet i gjithë industria e ndërtimit në Shqipëri. Për ta përfunduar logjikën, Spaku duhet të jetë shumë efektiv dhe të ketë hetimet të veta të nisura kryesisht, të dalë rrugëve të Tiranës dhe të shoh se çfarë ndodh me ndërtimin në këtë qytet, jo vetëm në Tiranë, po aty ku ai ka të fokusuar hetimin. Unë mendoj edhe një dalje tjetër, kjo është në thelb Xhevi. Njerëzit po hynë, punojnë në përtendra, bëhen drejtor, administrator. Jo, po flas vetëm krim organizuar, flas edhe korrupsion. Basi nuk goditet në këndvështrimin tim Romeo, mund mendoj që financuesi kryesor, po them i sistemit të ndërtimit në Shqipëri, mendoj në një përqindje shumë madhe janë parat e korrupsionit, të cilat vinë jo vetëm nga ky korrupsioni madhor që ne diskutojmë në nivel ministrash, drejtorësh, por edhe në nivel inspektorësh. Ti ke inspektor këtu që bëjnë nga 100 apo 50.000 euro në vit. Ku du dalë kjo? Duke lejuar këto njerëz që me parat që na vjedhin ne, të bëjnë karrierë politike, bën deputet, Spaku mos mendoj që do vi një ditë, do hapet vetë koha, do krijohen kushte më të mira punoj. Më keq do ketë. Numri i shtuar i deputetëve me të kaluar tillë që kanë pasuri të palishme, po e gëzojnë atë, po blen dhe pushtet me atë, po e mbajnë pushtetin me atë, dhe që nuk përballen me këtë hetimin pasuror, normal që punën e Spakut do ta zhbëj më keq. Do të sjell një rast konkret që e ka hetuar prokuria e posaçme. Në mos gaboj autoritetet italiane apo ato belge, nuk jam i sigurt tani, po hetonin një trafikant shqiptar në këtë vend që ishte i përfshirë në trafikun e kokainës, edhe sjellin të gjithë hetimin që ata kishin bërë në Itali për këtë personazh dhe një pjesë e parave që ai fitonte nga trafiku i drogës i silte në Shqipëri. Dhe italianët kishin identifikuar në Shqipëri edhe kompaninë e ndërtimit ku ky dërgonte parat, ndërkohë që prokuria e posaçme nuk po flas vetëm, domethënë çdo institucion në Shqipëri nuk e gjente dot. Kupton çfarë kishin bërë italianët dhe ky është hetim i plot, nuk është hetim i plot ky që ndodh në Shqipëri, që ne shohim që arrestohet dhe pompohet një hetim që bën prokuria e posaçme dhe merremi me individin gjithkohë dhe nuk merremi me pasurinë që ai ka bërë nga kjo vepër penale. Doja ta mbyllja avokat me një pyetje të fundit, a mund ta justifikojmë Spakun pasi ka dhe një sofistikim të krimit dhe korrupsionit, ka mësuar të fshehin më së miri pasuritë jashtë kufive apo në paradisa fiskale? Ja, nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje. Unë besoj vullneti. Ndoqë ato që tha Xhevi, pra janë italianët që i futen me detaje dhe arrin suksesin. Shumë pak shkon ajo avanca në kohë e sofistikimit krimit krahasim me institucionit. Kur ka dëshirë institucioni, bile kemi SKECC të regoj që edhe këto sofistikimet kthehen në të kundërt kur ka vullnet. Ato zbërthehen dhe pastaj bie gjithë struktura.
duan kota marrin vetëm. Po dhe ajo ka ngecër, nuk e di çka ka. Po shohim më nga skajt se. Ja, hapin gjitha, kush janë. Kishim një goditje tjetër sot, sa i takon krimit organizuar. Unë flas për... E kuptove. Nëse nuk merrem me politikën, është e kotit merrem, do të thënë. Pra kemi ndaluar ta, janë të nderuar. Ta janë hajdut që kanë vjedhë para syve tonë, nga ndërmarrje caktuar kanë vajt atje në parlament. Janë të lidhura bashkë avokat. Dhe si ka dalë akoma kokaina që kanë marrë për tavolinat e zyrave. Dhe kemi duke edhe ujë që mos na vdesin nëpër zyra tani. Tani na dalin na bëjnë zotëri deputetë, na bëjnë ligje. Tani këtu është turp, domethënë. Unë besoj që një tuf njerëzish kamarierë që më shërbejnë mua ke lokali Lagjës, janë shumë të devotshëm, si njerëzit ndahen nga devotshmëria, si pjesë e madhe edhe e ministrave dhe deputetëve. Tani vazhdojmë tani të gënjejmë vetën ne se Spaku nuk po i gjen. Nuk do t'i gjej dhe ne duhet kemi dhe ligje që ata duhet të punojnë, ta krijojnë ambientin e tyre. Ta forcojnë autoritetin dhe mos guxoj se kush deputet voton kundra. Ai që i kapur. Ti bëjnë atë procedurën për shpëtuar. Je deputet, hik, vazhdo, hec. Edhe si popull vendosim, do kenë imunitet ta, po s'do kenë imunitet. Dakor, po duhet themi edhe diçka tjetër që nuk mund kërkojmë çdo gjë nga prokuroria e posaçme, se do ishte... Po nga kush, a do ta bëjmë me gjyqësi tani? Jo, unë mendoj që është e pamundur që ta bësh... Nga ndërmarrja e gjelbërimit ta kërkojmë, nga ta do kërkojmë. Jo, sepse ti e di më mirë se unë që petimi nuk është aq i thjeshtë. Ata gjykatësit që mbyllin dosjet, që ne marrim vesh përpara do i mbyllin. Është më kompleks se sa kaq, mos e hetimin ai do ta bëjë me policinë e shtetit, do ta bëjë me tatime, do ta bëjë me dogana. Çfarë keqe ka me futi kryeministrin burg Shqipëri? Çfarë, ne do na marrim syr si vend? Çfarë keqe ka? Po jo, më nuk ka asnjë të keq. Edhe burgun e zbukuron atje, e kënaq dhe burgun. Çfarë të keqe ka? Ngredhën nivelin e burgosëve, sa ata miliarderë janë tani, dhe zorin me këto në burg ata. E dyta, pse mos bëjmë ligjin e që ai që pritet për shkak të detyrës, merr që nga ju si gazetar, edhe ai Spakut, ne të bëjmë dënim me vdekje, se boll kemi duru këto zabarhanat. Na vjen keq, na vjen ai zoti kriminal, na çon fjalë ai. Na trimi, na çon fjalë. Dikush tjetër bëhet më trim të kujton kanonin. Ti biesh me kanon kokës. Unë këta mendoj, drejt. Nuk ka këtu. Kjo është mënyra gordiane. Aleksandri era drejt. Drejt është fjala për drejtësinë, atë shpatën e drejtësisë të atij që e preu. Po të ti bëjmë vërdas, të bëhemi, na bëjnë qore, themi ne këta, pafundësisht. 37 vjeç po na mjaftojnë. Okej. Ne e njohim situatën. Drejt, bien kokë dhe kaq. Mirë, kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Unë falenderoj avokatin Romeo Koraj që ishte në studio, avokat edhe një faleminderit. Gjithashtu falenderoj edhe kolegun Xhaveir Xhabina. Xhaveir, faleminderit edhe një herë. Bashkë, miru takofshim.